Miqtë Prizmus, në protestën e fundit u vure një përleshje, një zënke e cila nuk ishte se u bë fshet, u bë haptas, zjati dhe morën pjesë shumë njerëz atje. Ishte ballas. Mundoheshin që mos binin sy, po ishte e pamundur. Ishte grupi i atij Prognit me Dalipin. Edhe protesta kishte një arsye bazike, të rëndësishme. Sigurisht evidentonte ardhen e diasporës, të krijonte idenë që ne vazhdojmë të kemi njerëz, por kjo bëri të keqen e madhe më së miri. Dhe pse shtohen 100 vetë, nuk ndodh asgjë, sepse sigurisht janë në presionin e asaj që s'përfaqësoni asgjë, jeni pak. Dhe duke dashur të bëjnë shumicën, gjatë që nuk e bëjnë dot, tani edhe me shterrimin e fondeve, pikërisht për këtë kanë grindje. Aty po grindeshin për fondet. Dhe kjo është mos e qartë, sepse filluan në rrjetet sociale duke kritikuar sharë dhe akuzuar njëri tjetrin. Doli e figura e atij Dalipit, pastaj doli figura e Prognit, dhe këtu dhe në përgjithësi ndodh që kur zjaten shumë elementet që quhen revolucion, për të vërtet nuk janë revolucione, janë tentativa për të kapur një lloj pushteti me anë të turmës, fillon grindja për para, se nuk bëhet pa para. Ku shkuan 10.000 euro, që ju dham 40.000 euro, që nga shitja e bluzave, kaq euro që për të prurë këto njerëz, për të qëndruar këtu. Pra fillon grindja, sepse nuk ka vetëm investim moral. Dikush po akuzonte dikë tjetër Prognin që ishte bler nga Tom Doshi. Bashkë kjo s'ka lidhje me të vërtetën fare, po kështu veprojnë këta tjerët se kanë futur patronazhistat në mes. Unë mos e di vërtet, por do të dali se s'vën, është e pamundur. Në tjerët pastaj që thua shikoma se janë berishkët, që kjo edhe mund besohet, që futen dy palët e grupit se do të sundojnë protestën edhe duan të rivendikojnë opozitën, se këtu është e sapi. Ata e dinë që nuk mund të bëjnë asgjë njerëz të cilët nuk kanë as programe, as organizim kapilar dhe nuk kanë dhe konceptin për ndërtimin dhe krijimin e subjektit politik që do t'i përfaqësojë. Dhe nëse tenton, 2-3 herë kanë tentuar të krijojnë subjektin, është e pamundur se menjëherë do përçahen. Do përçahen sepse do ndërhyjnë si opozita e madhe që po themi është Sali Berisha, si opozita e vogël që janë Qorri, Shehaj dhe Lapaj, bile edhe në i tjetër, dhe nuk kanë nevojë patronazhistat të ndërhyjnë, se e bëjnë këtë punën e qelbur, këta vetë pa pas nevojë patronazhistat të ndërhyjnë fare. Nuk ju duhet të ndërhyjnë sepse patronazhistat nuk bëjnë mirë këtë punë. Patronazhistat bëjnë mirë fitoren elektorale të Partisë Socialiste. Nuk e shohin humbjen e tyre duke u futur aty. E shohin diku në një vend tjetër. Këta nuk kanë kuptuar as funksionin patronazhist. Patronazhistat krijojnë kushtet për fitoren ditën, 1 muaj përpara, 2 muaj përpara, po ditën e zgjedhjeve. Ato merren me ditën e zgjedhjeve, nuk merren me palaçolleqet e rrugës, me këtë merret Sali Berisha, Shehaj, Lapaj dhe Qorri. Këta janë opozita. Pra, kemi të bëjmë me një element i cili sigurisht është shëmtira më e madhe e këtij që jo vetëm që nuk është revolucion, që dikush po ta përkthesh në italisht Mao Zedongi kur ishte nervozuar me një lloj revolucioni aty i thotë është kakacoto. Shkodranci i thonë mut si hane. Nxjerr elementet më të këqij, një shoqërie i merr dhe i nxjerr në bulevard. I nxjerr në shesh, i nxjerr në mejdan. Pra, kemi të bëjmë me vetë degradimin e vetë degenerimin. Nuk është e nevojshme të ketë shumë shtysa. E sidomos kur dikush
kur dikush merr përsipër të gjej unë fonde. Në momentin që thot, po si, po gjejmë para që të bëjmë këtë, të bëjmë ato flamingot që ti tundim, të blejmë bluza, të blejmë ujë, ato duan lek. Të shkruajmë parrulla, duan lek, gjithsesi duan lek. Dhe tash ti fillon e zën, ti e ke mikrofonin, ti se ke mikrofonin, ti do flasësh, ti do flasësh, ti do thuash kështu se them unë. Këtu kur fillojnë komandat të ka dalë se unë kam dhënë parë, tash duhet unë komandën time, fillon edhe grindja. Sepse kam investuar dhe dua mbrapsht investimin tim. Mbrapsht investimin tim do të thonë do të komandoj unë. Sidomos ke shqiptare dhe pastaj do të formoj edhe unë, do zgjedh unë, do kem përparësi unë. Edhe këtu fillon edhe grindja. Bile në një prej këtyre videove thotë, na dalë se kemi fëmijë, se këta kanë pasur urda të marrin edhe fëmijë me vete. Shoqe ku diun se s'kan pas merrni fëmijë, se ne e garantojmë protestën, po kur fillon e grindën vet, mund dalin edhe në thik. Edhe pastaj rrin se duhet të marrin ekuilibër, këto ne kanë bërë patronazhistat, edhe në komente janë patronazhistat. Patronazhistat nuk kanë pse merren me këtë punë dhe nuk do merren kurrë me këtë punë. Patronazhistat o miqtë e mi do merren muajin e fundit edhe ditën e votimeve. Me këtë punë merren patronazhistat, ata merren gjatë gjithë kohës, dinë se çfarë drejtë është partia e Sali Berishës, çfarë drejtë është partia e Shehet, e Qorrit edhe e Lapajt, e dinë se ku kanë rënjët e tyre, e dinë se ku punojnë, i këtë punë e dinë patronazhistat, nuk kanë nevojë të merren me këta flamingo, të cilët rrifen me njëri tjetrin se tash kërkojnë llogari për parat që kanë derdhur. Dhe duan vendin e parë në autobus. Dikur ande nga Vlora, që banin si komunista të mëdhej, si familje dëshmorës edhe i mbeti Vlorës, se me demokracinë filloi të bëj Shkodra. Ne jemi familje demokrate, ata thonë që jemi familje komuniste dhe Bjeri Gjoksit, këtu jemi familje demokrate edhe Bjeri Gjoksit. Gjoksin grop në Vlorë, për turpe për faqet zes, grop edhe në Shkodër. Po këtu me demokratat jemi komunist. E nese, do shkonin në konferencë partisë, në kongres partisë, dhe do hynin në autobus. Sekretari partisë i shkreti, mirë po hyrë aty, donin të rrinin gjithë në vend parë, mas shoferit, gjithë. Unë kam kaqeroj, unë kam ranë këta, unë i plagosër, unë kështu. Dikur, sekretari partisë nga Shkodra, i thotë, miqtë e mi, thotë, ne nuk mund t'i bëjmë, kaq vende kështu është autobusi. Thuare aty në Sherakut, në Shkodër, mos t'i bëjnë autobusat kështu, po t'i bëjnë kështu. Donin gjithë vend parë. Të shidhen protest, horrat duan gjithë vend parë. Jo vetëm vend parë, po duan pronësinë. Duan pronësinë e protestës, e revolucionit Flamingo. Shajnë rrugë, shajnë njerëzit që pinë kafe, shajnë nëpër balkone. E për më tepër, urdhri që kanë marrë në Sali Berisha që në shtator e dua protestën tjetë e imja. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Sepse shtator bulevardin e do Sali Berisha, çpun ka Flamingot. E do ai bulevardi është i tij, e ka pronë ai. Ai bulevard ka bërë mira protesta, ai bulevard ka vrarë njerëz, ai bulevard ka djegur, ai bulevard s'ka lënë gjë pa bërë. Kështu që Sali Berisha i ka toleruar shumëta. I ka toleruar këta i kanë qarë bëthën miletit me marrëzirat e tyre dhe me idiotizmat e tyre pa bërë asgjë. Thjesht i kanë treguar Shqipëri se opozitat kur shpiken opozit mas opozitës janë edhe më keq se sa ai që është keq në opozit. Pra, vërtetun që Qorri, Llapaj, Shehu janë më keq se Sali Berisha, dhe po vërtetojnë edhe këta flamingot që janë më keq edhe se Qorri, Llapaj edhe Shehu, bashkë me Berishën. Shpërfaqet zezë kjo punë. Dhe njerëzit këtu nuk është se i dalin Zotë Edi Ramës, se ta keni të qartë prej mejet. Janë shumë pak që i dalin Zotë Edi Ramës. Edi Rama nuk ka njerëz që kështu fanca të çmendur si ka Sali Berisha, si kanë këta. Edi Rama e njohin njerëzit, e kanë të qartë. Pra, nuk është se bëjnë mas Edi Ramës, e po mbrojnë Edi Ramën. Njerëzit janë të neveritur, nuk besojnë më këto idiota. Shtrojnë pyetjen kush ka për ta zëvendësuar Edi Ramën. Këta? Edhe ndodhet aty si ke
teatri, që pënë babai drejtor, kur mori vesh që kush do t'ishte krushku i tij. Pu. Kuptoni, vështirësi e madhe shumë kjo punë. Kur të kuptosh se kush do ta zëvendësojë në Edi Ramën, dhe njerëzit e kuptojnë më herë që do bien nga shiu në breshër. Në breshër është e pamundur. Është e pamundur. Të gjithë do ta toleronin dhe korrupsionin dhe vjedhjet, por nuk toleron kërkush vrasjen. Nuk e toleron kërkush vrasjen, krimin, horrin, që vret. Nuk e toleron kërkush, nuk mund ta toleroj dot. Prandaj them që kështu do ishte kjo lloj proteste dhe kështu do t'jetë. Mirë që janë pak, edhe mirë që shesin dëngla dhe marrëzira që përfaqësojnë Shqipërinë, mirë që fyen e shajnë, por tash rrifen edhe me njëri tjetrin dhe kërkojnë hesapet njëri tjetrit, sepse ata kanë për t'i kërkuar hesapet njëri tjetrit. Në 77-78 ditë ata kanë formuar aq bazament jetësor sa të fillojnë të bëhen armiq të plot me njëri tjetrin. Ka shkuar kohë gjatë bile midis shqiptarëve pa u bërë armiq, pa u bërë njerëz që luftojnë shqiptarin që luftojnë shqiptarin. Dhe nëse doni ta shikoni, e keni ke protesta e famshme e flamingove. Dakord miqtë mi?